Rruga që lidh fshatin Senisht me bashkinë Maliq u bllokua si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut. Segmenti rrugor pësoi çarje dhe rëshitje dherash, duke u bërë i pakalueshëm. Në këtë fshat jetojnë 8 familje, të cilat në situatën e krijuar u detyruan të lëviznin vetëm me këmbë ose me kafsh, pasi automjetet nuk kishin mundësi të kalonin. Kalohet e me makinë, po jam me të keq ashtu ka prish, burët bien, kupton, edhe se bllokuar real shumë mezi kalojmë ja. I ndroj makinat, kupton, na prishen. Rruga është e pakalueshme, ka shpesh edhe rënje të dherave. Njerëzit e shumt janë me kënd ose me ndërmi të kuajve. Nga ana tjetër, Bashkia Maliq njofton se rëshitja ka ndodhur në një segment rrugor prej rreth 80 metrash. Sipas përgjegjësit të sektorit të rrugëve rurale, ndërhyrja po kryhet tashmë pas përmirësimit të kushteve atmosferike, me qëllim futjen e mjeteve të rënda dhe hapjen e një rruge alternative. Bashkia Maliq bashkë me sektorin e rrugëve kemi bërë ndërhyrjen dhe rehabilitimin e gjithë segmentit rrugor. Dhe sot që flasim aktualisht, fshati Senisht është i kalueshëm. Gjithashtu kemi pasur edhe disa problematika të tjera në fshatrat e njësisë rrugore, duke përfshirë nga Lozhani, Mesmali, ku aktualisht bashkia me gjithë mjetet e veta, së bashku me sektorin e rrugëve, jemi në gatishmëri. Rreshjet e shumta të rëna gjatë muajve të dimrit, me një sasi që i kaloi parashikimet, sollën probleme edhe në rrugë të tjera, kryesisht në fshatra të thellë malor. Ndërhyrje u kryen dhe në to, në mënyrë që kalimi i banorëve të bëhet pa probleme.